Prindrit po tolerojnë shumë të motrat, ato janë 19 dhe 22 vjeç, edhe nuk po di qysh me vepru si vëlla. Përgjegjësia e këtyre dy vajzave është mbi babën edhe nanën, parimisht. Vllau pastaj vjen në radhë të dytë në përgjegjësi ndaj tyre. Normal nuk duhet me u tërhek ti krejt edhe me thonë s'kam unë përgjegjësi, le të merret baba dhe nana. Jo, sepse je vllai tyne, spaku duhet me pas një xhelozi për motrat e tua, edhe me jau dasht mirën atyre. Padyshim me jau dasht mirën, sepse nëse ju ndodh atyre diçka keqe, ti duhesh me qenë krah i tyre. Gjithsesi, babës dhe nanës i flet nga pak, që mos me i toleru shumë. Pastaj në anën tjetër i flet edhe motrave, i këshillon. Pra i merr dy lloj sebepesh. E para, duke i këshillu motrat, mas se s'vano i motër kështu. Edhe e dyta me bo dua për to, që Allah më ju udhëzu. Gjithashtu, edhe nëse s'tëngojnë ato, kur mos me tëngu, ti kur mos i nal këshillat. Edhe në anën tjetër urreje me zemër atë vepër të keqe që ato e bajnë. Se në Islam duhet i këshillojmë njerëzit. Pastaj duhet edhe të bajnë dua, po edhe ta urrejmë të keqen që ata e bajnë. Jo mi urrejt motrat, me urrejt të keqen të cilën ato po e bajnë. Edhe me vazhdu me i dasht me zemër, sepse motra i ke. Me të udhim të ato pse po bëjnë vepra të caktuara jo të mira. Unë tash nuk e di se në çfarë shkallët të mëkatit edhe të gabimeve po i bëjnë ato, por gjithsesi na po flasim rregulli përgjithshëm. Sa të mundesh me i këshillu, jo me i rrej, jo me përdor dhunë ndaj tyne, ama këshilla. I thonë edhe babës edhe nanës që mos e toleroni këtë, keni kujdes, sepse ndoshta ka raste kur as babën edhe nanën nuk e ngon vajzën 19 vjeçare. Por pak e këshillon baba, pak nana, pak ti, pak duat, e kështu me radhë. E fundit ti krye borxhin kërshi motrave. Ato le ta marrin përgjegjësinë vet në ditën e kiametit para Allahut. E fundit. Po jo me thonë prej fillimit, ja unë e pëkqyri punën dheme, çka dojnë ato le të bëjnë. Jo, se na kemi përgjegjësi ndaj motrave, përgjegjësi ndaj vajzave, përgjegjësi ndaj vëllezërve, përgjegjësi ndaj prindërve. Kemi përgjegjësi, mos t'i ikim përgjegjësive tona, por t'jemi të urtë, largpams të mençur, sabërli, edhe ta kryjmë obligimin pa u lodh dhe pa u dorëzu deri në fund. Kur s'po udhëzohen, kur s'po mgojnë, gjithë unë kam ju fol. Ato mos të ngojnë. Ato për vete, unë për vete, unë nuk do të tërhiqem sepse, më thonë, kemi përgjegjësi edhe duhet t'i duam ato.